Kosova rrezikon të përballet me rritje të çmimeve gjatë sezonit së ardhjes së mëkates, sidomos çmimet e shportës së konsumatorit në markete dhe ato të derivateve. Kështu ka bërë të ditur eksperti i ekonomisë Arton Muhaxheri. Të gjitha produktet e konsumit ditor, pra gjërat ushqimore, pritet të rritet çmimi i tyre në sezonin kur mërgjimtarët vinë, dhe kjo nuk është hera parë që po ndodh, në historikisht e dim sa herë është sezona mërgjimtarëve, qoftë verës, qoftë në periudha të dimit para vitit të ri, çmimet rriten dhe rriten artificialisht, pa ndonjë arsye, pa ndonjë burim pse ato po rriten, për shkak se bizneset dojnë të përfitojnë sa më shumë në momente kur mërgjimtarët vinë këtu dhe dojnë natyrisht që të arrisin profitin. Nuk po them që është natyrisht edhe në rregull çka po bëhet, por megjithatë kjo është e vërteta, kjo realiteti, kështu ka ndodhur edhe këto festat e fundvitit dhe prandaj kam paralajmëruar miqtë e tim për faktin tashmë doza e çmimit do të jetë edhe më lartë se krahasuar me herave të kaluara, për shkak se kemi rritje të çmimit të energjisë elektrike. Dhe në momentin kur rritet energjia elektrike, pastaj artificialisht disa çmime rriten duke e arsituar në rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Po ashtu, pritet të rriten edhe çmimet të derivateve, pikërisht për këtë arsye. Jo pse në bursë ato po rriten, por në Kosovë do të rriten, sepse ne jemi edhe si shtet specifik dhe i kemi do rregullat tona siç veprojmë, siç kemi dëshirë ne. Po ashtu Muhaxheri mesjera shtregoi rreth nivelit të çmimeve se si do të qëndrojnë edhe pas kthimit të mëkatës. Sa herë që rriten çmimet, ato asnjëherë nuk kthehen në çmimin parapat sa ishte para se të rritej ai. Dhe këtu ndonse kjo është mirë për bizneset, për shitësit, për marketet, por për qytetarët është situatë e rëndë, sepse mërgjimtarët shkojnë dhe bara e çmimeve të larta po i bën qytetarëve rezident. Analisti kritikoi edhe institucionet përgjithëse, duke thënë se ato prej kohësh kanë braktisur përgjegjësitë e tyre. Këtu natyrisht do duhet të ishin në kontrolla, do duhet të kishin nga institucionet përkatëse, nga inspektorët përkatës, të cilët ka kohë që janë ulur këm kryq dhe po shikojnë situatën seri, pa marrë reagim, pa kontrollu markete, pa kontrollu marzhat e çmimeve që po rriten, sepse edhe rritja e çmimeve kudo që ndodhet ka një marzh deri ku mund të rriten. Dhe këtu marzhat e ne nga institucionet përkatëse, inspektorati nuk kontrollohen dhe mandej është një farë mejdani i bizneseve që mund të veprojnë si të duan dhe të vendosin marzha si të duan dhe natyrisht pastaj profiti është i lartë. Dhe kush e pson qytetari i Republikës së Kosovës, sepse çdo ditë e më tepër atyre po ju vështirësohet jeta. Analisti Muhaxheri kërkoi që institucionet të reagojnë me kohë, duke vendosur mekanizma të qartë kontrolli, në mënyrë që qytetarët të mos paguajnë çdo vit faturën e abuzimeve sezonale.